të Kosovës, zotëri Ibrahimit, sepse ne vazhdimisht kemi qenë së bashku në për intervistat, vazhdimisht i kemi adresuar ato, mirë po sot jemi në 20 maj 2026, cilat mbesin, cilat janë ato që po vazhdojnë të mbesin, a ka pasur ndonjë zgjidhje eventualisht ditëve javëve të kaluara apo jo? Jo, përkundrazi ka pas zhvillime negative kundër komunave. Domethënë, përveç kontratës kolektive e cila është duke ja marrë me qindra miliona euro komunave, pa drejtësisht. Dëme financiare. Dëme financiare, po ti pa financa nuk mundesh as me zhvillu projekte në teren, as s'mundesh me pas ndikim në zhvillimin ekonomik lokal, as në subvencione, as në mallra dhe shërbime, domethënë nga gjitha këto kategori janë duke ju marrë komunave mjetet financiare përmes proceseve përmbarimore. Po tash, përveç kontratës kolektive, është shtu edhe një barë tjetër financiare të komunat. E para është që niveli qendror nuk e ka respektuar një aktgjykim të gjykatës kushtetuese, sa i përket normës për përvojën e punës. Do të thonë në ligjin për paga, ata e kanë miratuar një nen aty kuptuhet që nëse shërbëes publik dhe civil në administratën publike kanë përvojë pune deri në 15 vjet, norma e përvojës punës tjetë 0.25%. Mirë po, gjykata kushtetuese ka marrë një aktgjykim ku ka thënë që në kjo normë duhet jetë 0.5%. 0.5. Dallimi i 0.25-ve tash në nivelin lokal